Pas një jave protestash intenzive, studentëve të Kërçovari arritën qëllimit. Ata së fundmi pas kontakteve që patën me përfaqësues të universitetit, u takuan edhe me kryetarin e komunës së Kërçovës Fatmir Deharin dhe tentativat përfunduan me sukses. Para një jave, studentët Kërçovar që studiojnë në Universitetin Shtetëror të Tetovës e degët e disperzuara në Kërçov filluan një protest intenzive kundër tendencës së Universitetit AM që ata të vazhdojnë studimet në Tetov. Kërkesa e tyre gati një javë hasi në vesh të shurdhër, por ama kontaktet me përfaqësuesit e universitetit kanë qenë permanente, madje ata u takuan edhe me kryetarin e komunës së Kërçovës Fatmir Deharin, duke kërkuar nga ai që të ushtrojë ndikimin e tij për të zgjidhur hallin e studentëve kërçovar. Pas lajmit që morën se më në fund kërkesat e tyre për të vazhduar studimet këtu në Kërçov do të përfillen, u prononcua kryetari i Këshillit Studentor të studentëve këtu në Kërçov, Besart Limani. Fillimisht ju falenderoj për përkrahjen të cilën e keni pas gjithmonë, që na keni ndjekur hap pas hapi për çdo problem të cilin e kemi pasur. Sa i përket protestave, fillimisht ishte iniciativa e të gjithë kryetarëve të drejtimeve të cilat janë në Kërçov. U mbajt një mbledhje dhe u vendos që të mbahen protesta dhe se është më e arsyeshme që të mbahen këto protesta. Protesta ishën qëllimi i arritjes së mos largimit të studentëve nga Kërçova, drejtimeve të cilët i kishin paracaktuar ata paraprakisht, pra drejtimit të anglishtes, të informatikës dhe të gjermanishtes viti 3 dhe viti 4. Me protestat të cilat u mbajtën, u arrit sukses edhe nga përkrahja e kryetarit të komunës. Po ashtu kishëm përkrahje edhe nga profesoresha Ardita Dani, e cila ishte në çdo moment me ne dhe na mundsoi edhe lidhje më të shpejtë me kryetarin e komunës, i cili na mikpriti dhe na dëgjoi për të gjitha hallet të cilat i kishëm ne si dispersion në Kërçov. U mor vendimi edhe nga ndihma e atij dhe u vendos që grupi i anglishtes dhe informatikës të qëndrojnë këtu dhe për të gjitha grupet derisa të mbyllet ky fakultet. Ndërsa çështja për drejtimet e gjermanishtes nuk e di, ende nuk është rregulluar dhe është në rregullim e sipër. Besoj që në ditët në vazhdim do të rregullohet çështja edhe për ata. Si do të rregullohet do ta vendosin vetë universiteti, ndërsa sa i përket çështjes më të rëndësishme të cilët studentët të cilët dilnin në protesta, u rregullo ashtu si e mendonim ne dhe u përkrahëm aq sa duheshte nga persona në Kërçov, pra nga kryetari i komunës dhe nga disa profesorë dhe referentët të cilët i falenderojmë shumë. Ky problem fatmirësisht pati epilog pozitiv për studentët e vitit të 3 dhe të 4, por ama mbetet për shtypja e keqe sa u përket studentëve kërçovar, sidomos për vitin e parë dhe të dytë, sepse tani më aty nuk ka student të ri të regjistruar, e që e gjithë kjo në praktik do të thotë se këto deg të disperzuara shumë shpejt do të mbyllen.